saluto inshallah rabbil alamin, faccio tanti auguri di buon Eid inshallah. Che Allah accetta il nostro digiuno, le nostre preghiere e ci fa sempre riunire nella sua casa يوم القيامة nel Jannah inshallah rabbil alamin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam Seyyidina Muhammeden ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve nitebu Allahümme yevmeddin thumma ama ba'd. Si gjithë vëllezër gjimar, vëllezër besimtar, falënderimi dhe adhurimi ka kanë Allahut Zotit Bashkëshorë që na mundoi sonte këtë ditë e bekuar, këtë ditë fitat Bajramit që na mundoi Allahu elhamdulillah Rabbil Alemin në xhamin ton se inshallah Teala edhe inshallah Allahu na mundson me këtë vëllezër motor besimtare e çdo vjet me festu në xhamin ton ja Rabbil Alemin. E dyta vëllezër falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që na mundsoi këtë muaj i bekuar. Çdo duva, çdo tarabi, çdo ditë që kemi folë në xhamin ton, inshallah Allahu taala duvat ton inshallah na ka pranuar. Ne lutem Allahun taala inshallah për organizatat e ton që kanë punuar me shpirt e me zemër. Xhamati maj ati, maj pozitiv bekimi, luli, e kremi kanë bosh do dy ditë iftare, kanë nimu, kanë kontribu, kanë përgatitur. Inshallah Allahu Taala bismitum ve rahmetum ve Allahu çan. Inshallah Allahu ja mundson am iman në këtë besimin edhe nuk divijojnë edhe zbashku për xhamin ton me namazin inshallah Allahu na mundson e falem ja. Po lutem Allahun Taala këtë vllazën besimtar inshallah Taala masi na ka kry Allahu si musliman. Inshallah na mundson jetojmë si musliman. Inshallah ja dorëzojmë Allahu Taala shpirtin me iman. Ne lutem Allahun Taala çdo dova lutje inshallah këtë ata vllazën mota që kanë agjeru për hir të Allahut subhanahu taala. Ata që kanë bërë lutje e dova e zbashku edhe na inshallah me ta, inshallah Allah agjimin e tyre e ton Allah na ka pranuar. Ne lutem Allahun Taala çdo dova lutje që kemi bën në xhamin ton, çdo namaz në këtë xhamin ton dova lutje inshallah çdo iftar që kanë bërë vllaznia opsi me bëmë shpirt e me zemër për hir të Allahut. Inshallah çdo vllaz që ka bërë iftar të shpirt të Allahut në xhamin ton, inshallah Allah njëtë jam ka pranuar. Ne lutem Allahun Taala për familjen ton, inshallah gëzon na fuqëroft Allahu razi dhe kënaqur ja Rabbil Alamin. Ne lutem Allahun Taala për këtë vllazë besimtar, ata që në Ballkan, Kosovë, ata që kanë pasur kafshatin e Bukës, inshallah Allah që shton rahmet, bereqet në përshpia tyne ja Rabbil Alamin. Sadakallahu azim, elhamdulillahi Rabbil Alamin. Për vllazën basi opet po them emron të këtë vllazën xhamatin ton, motat e ton, për ai kopti inshallah festa e Bajramit. Inshallah Allahu na mundson zbashku me qenë si shemi që tash edhe bëjmë dova inshallah edhe në xhamin ton moçon edhe mas agjenimit për me fal xhamon në xhamin ton këtë zbashku inshallah Allahu na mundson